Punimet për rikonstruksionin e rrugës Tiranë-Droq po avancojnë me intensitet të lartë, ku deri më tani është realizuar 38% e volumit të përgjithshëm të punimeve fizike. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor synon të përmirësojë ndjeshëm aksesin dhe lëvizshmërinë për banorët e zonës drejt Durrësit, duke rritur sigurinë rrugore dhe standardet e transportit. Deri tani ka përfunduar aplikimi i shtresës së konglomeratit dhe shtresës së binderit në një segment prej 1.5 kilometrash. Ky proces përfaqëson një fazë të rëndësishme të ndërtimit të trupit të rrugës, duke garantuar qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe ngarkesave të trafikut. Aktualisht puna po përqendrohet në eliminimin e shtresave të dëmtuara të rrugës ekzistuese, përgatitjen e bazamentit për vendosjen e shtresave të reja, si dhe ndërtimin e strukturave të reja monolite, të cilat do të përforcojnë rrjetin rrugor. Krahas punimeve në sipërfaqe, një tjetër aspekt i rëndësishëm është edhe ndërtimi i sistemit të drenazhimit, me qëllim parandalimin e mbledhjes së ujërave dhe dëmtimeve që ato mund të shkaktojnë në të ardhmen. Në terren janë angazhuar ekipe pune dhe makineri të specializuara për të garantuar përparimin e projektit sipas afateve të planifikuara. Instalimi i tombinove dhe rrjetit të kanalizimeve vijon paralelisht në ndërtimin e trupit të rrugës, duke siguruar një zgjidhje afatgjatë për problematikat e mëparshme të ujërave të bardha. Ky projekt që realizohet në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore pritet të sjellë përfitime të shumta ekonomike dhe sociale për zonën Tiranë-Droq dhe Mëgjerë deri në Durrës, pasi aksi përfundon në Plepa, aty ku lidhet me autostradën Durrës-Rogozhin. Kujtojmë se për herë të fundit zëvendës kryeministria, një herësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, inspektoi punimet në këtë aks në muajin shkurt, duke thënë se është realizuar 25% e projektit, teksa inspektonte punimet e riabilitimit të aksit rrugor kombinat Ndroq-Plepa, të cilin e konsideroi si një nga kantierët më të rëndësishëm infrastrukturor të momentit. Balluku tha se ky investim përveç se do të lehtësojë lëvizjen e automjeteve drejt Durrësit dhe Anasjeltës, do t'i sjellë edhe zonës ku kalon një zhvillim më të madh, duke u përqendruar në fushën e agroturizmit për shkak të potencialit që ajo paraqet. Gjithë zona do të marrë një zhvillim tjetër turistik pra atë të agroturizmit, u shpreh Balluku. Më tej, ministrja e konsideroi ecurinë e punimeve pozitive, ku gjatë 3 muajve të parë u kryen 25% e tyre dhe deri më tani janë kryer 38% e punimeve. Ajo garantoi se brenda majit të vitit 2026 rruga do të jetë gati për drejtuesit e automjeteve, duke përfunduar kështu rreth një muaj para nisjes së sezonit veror. Ky projekt të shkojë sa më parë drejt dorëzimit që e kemi sipas planeve në maj 2026, por që ndoshta mund të përfundojë edhe më herët, tha Balluku asokohe. Për ministren e infrastrukturës, rruga kombinat Ndroq-Plepa do të jetë një aks rrugor i kategorisë C1 me parametra europian. Kthehet në një rrugë totalisht, po themi, të re, të kategorisë C1, duke eliminuar kështu të gjitha kthesat e rrezikshme që janë sot, duke rritur shpejtësinë, duke shkurtuar kullorën, duke bërë një urë të re, pra shumë elemente. Dhe shkurton me 900 metra, mund të themi, në gjithë gjatësinë e saj. Po, për sa i përket minutazhit të përshkrimit të kësaj rruge, padyshim që shkurtohet shumë më shumë sepse rritet shpejtësia orare, rritet siguria, nuk ka kthesa dhe sigurisht do të thënë që do të bëhet në një kohë shumë më të shkurtër. Duke lënë për një moment çështjen teknike, ne duhet të themi që kjo është një rrugë shumë e rëndësishme. Siç thënë ti, në fillim të saj, pra ndalit kombinatit, kjo mbetet një rrugë urbane, përdita punanvar, ku do të trajtohet si e tillë, pra me një mobilim urban, me trotuar, me ndriçime dhe gjithçka tjetër, por më pas fillon një zonë shumë interesante. Një zonë e cila gjithmonë ka qenë një zonë bujqësore deri diku, por edhe me agrobiznese, edhe në vitet e mëparshme kur agrobiznesi nuk ishte një sukses siç ka sot në gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra këtu ka qenë e njohur për restorante të cilat furnizoheshin nga fermat që kishin bashkangjitur. Por me sistemimin dhe rikonstruksionin e thellë të kësaj rruge, ne jemi të sigurt që gjithë zona e Pezës, e Ndroqit dhe deri në Plepa do të marrë një zhvillim tjetër turistik, pra atë të agroturizmit, duke pasur parasysh që i gjithë relievi i zonës e lejon këtë, duke pasur parasysh që nuklet bujqësore të vendosura këtu prej vitesh do të marrë një zhvillim më të madh, dhe duke pasur parasysh se është jashtiku i gjelbër i Tiranës. Pra zona e Ndroqit deri në Plepa është i aksesueshëm shumë lehtë nga Tirana, siç është dhe nga Durrësi. Dhe ky projekt të shkojë sa më parë drejt dorëzimit që e kemi sipas planeve maj 2026, por që ndoshta mbesi edhe më shpejt. Kështu që ne kërkojmë mirëkuptimin e banorëve të zonës.